që nga hapat e parë, atë e përcollën edhe persona të tjerë. Kjo më vonë do të shpjegonte sjelljen e të qenit, lider i lindur. Është për të habitur se si i kanë vjetu kohës. Kemi arritë të bëjmë incizime sa do korrekte dhe kvalitative. Ka pas dhe një kongët e nasa, sa që ka dalë për kontekstin. Jo, da sale, jo, selvi, unë e kam kënduar me lecin. Kër e kom shumë të utën, e kom shumë radio ma kanë këthy mrapë, po nuk u banë. Po pëse kanë dalë nga grupi? Përgjigja është kjo. Përgjithësi, grupët e Kosovës prishën për pare. Qyshje fesnek jemi edhe besnek, edhe bujali. Mos ishte agimi, grupi nuk do të funksionon të më. Për shumë dekada me radhë ishin në rock grupet e famshme amerikane dhe britaneze, që po kultivonin rock muzikën në një dimension tjetër. Por, krejt papritur e gjithë kjo muzikë e fortë dhe ashpër, përmes teksteve nis të flas shqip nga shumë bende kosovare. Ajo është një lule era dhe poshti tim, dhe gjithmonë krenare si djeli natim. Në Kosovë filloi të dëgjoj një zhanër i muzikës, tingujt e së cilës erdhën nga një botë e largët. Skena e muzikës rock, e cila kryesisht ishte fokusuar në Mitrovic dhe Prizren, ishte përbërë nga shumë grupe shqiptare. Dërsa i pranishëm në mesin e muzicianëve ishte edhe ndikimi i ish Jugosllavisë. Mbi 10 grupe të reja u bën bashk. Disa të tjerë vendosën të shkrihen me njëri tjetrin. E gjithë kjo ndodhi natyrshëm. Në tingujt e kësaj kënge, në një nga lagjet më të mëdha të Prishtinës, kodra e trimave, po siç njihet me emrin Vranjevc, po lindte një band i ri i cili në thelb po i këndonte mungesës së gjërave për t'jetuar. Ideatori gjithë kësaj nisme ishte Agim Gërguri. Në kom qenë klasë 7, kur ka ardhur djali dajës prej Ulqinit me studiu në Prishtinë, medicinën, edhe ka pru gitarën me vete, unë domethënë nuk gitarët i kom pa kështu, po kur s'kom mandru ose menu për mu bo muzician më shumë, në isha aktor, e lujt në filma, sena, atëre i përcilësha shumë. Edhe kur e pash s'paret gitarën, po dhe ajo forma e gitarës interesante për hecë, kështu. Edhe kapa prej katelin e parë edhe në qish. Në më njëherë i këm kap akordet e para në gitarë dhe melodit e para në atë kohë, cilat i ndëgjojsha në radio dhe i qitësha më njerë në tel, me një tel, me përcjell. Njoje pas njoje, Agimi brenda pak kohë arrin t'i bëj bashkë shokët e shkollës fillore me ata të gjimnazit. Fillore, e di që klasë 8 kena shku me bo gara me një shkollë tjetër në Kosovë, majshin radio televizionin e Prishtinës, edhe shkollë me shkollë. Ne mu më zgjodhi arsimtarja muzikës me mira harmonikës gojës, ndërsa ka qenë edhe grupi i piktorëve i shkollës, ku ka marrë pjesë Remi Zjalimi, tani antari i grupit fisnikët, grupit të parë. Ty u kthy në shtëpi, na një mahallës atje kodrës Trima ose Vranjevc, që thoj. Rrugës po bisedojmë, unë thash mirë me pikturë. Edhe po bisedojmë për pikturë, diçka. Tani u takojshim ma shpesh. Unë i thash Agimit që kisha pas qëtë mira gitarës. Nga njerë e marrë prej një kusherinit, po nuk di ku gjë mira, mundona. Atër Agimi më tha se, po në ditë disa akorde që ja kam mësu ati djalli dajës. Thash, a disa gëzova, thash, Agim, do shme mi mësu. Tha, po mëre, me nëziprita me taku me shku në shpe, për me mësu ato akorde.
e lidhjet e tyre mes vete do të forcuheshin nga një pasion i përbashkët, ai i muzikës. Vitin 79, kur kena shku në shkollë në të mesme, e një ftu edhe me dy antarë tjerë që kena qenë shok të lagjës, Sokoli dhe Bedriu, ata kanë qenë në një klasë tjetër. Agim Gërguri, Bedri Visoka, Remzi Alimi dhe Sokol Gashi do të shndruheshin në 4 musketarët e bendit që ende nuk po i dihej emri. Por kjo nuk i ndalonte ata që për orë të tëra të mbylleshin në ateljen e babait të Agimit. Ajo periudhë kur filluna mas pari, grupi e ka pas emrin Haja Vran, mas anena ka pas Fati, në atë kohë në ave faktoria, pak e rrugullas drum, në atë kuptime po tam kuptime. Nështë edhe në gjyra e zërit pak, e imja ka qenë pak më ndryshe, pak më e pëlqyshme të them kështu. Kështu që Agimi mbante gjithmonë zërin e dytë, kurse Remi rrallë herë ka këndu, po ka këndu edhe. Të venite si kandili. Teksti i këngës përsëritej me 10 herë, derisa arrijej versioni më i mirë i saj. E këngët po ingjizoheshin në kaset edhe gjatë ushtrimeve, e gjithçka përcillej me humor e satirë. Apo për me marrë një këngë që kena kru, që me thonë është e jona, është 79-ën filloj me mungu detergjenti, edhe që ka pas faks o thirke atëre, edhe mungoj detergjenti edhe unë e shkrua një parodi, sepse më kujtojtë kur shkova kena pas i vetë shërbimat në fund rrugës, që i nana me ble, kina aty në atë farë kava blokët, në atë reshtë me prit, edhe e di që kom hi, me nëzi kom hizi që shumë hi e që shumë dalë që kom në abonën petat. E di që kërëm dalë asë një pullë në këmish në këkom pas, ketë më kanë këput ty të ngrejt, edhe më rëndësi që e vleva një kuti detergjent e qohë në shpe. Edhe që ajo kriza më shtini me menu pak mase dhe shkua një tekst për mungesën e detergjentit faksit. Në kujtojnë të fjallët e para nga një popull me nëzitim se erë faksin dhe të shërbim gut në ma shpejt se hargjohet krejt. Ndërkohë, skena e muzikës kosovare po zotroi nga grupet si Trex, Gjurmët, Hilerët apo edhe 403, e shumë prej tyre u bën inspirim i këtyre djemve. Agimi i ka dajt në Ulqin, do thonë nana e ka nga Ulqini, dhe atje kam taku për herë të parë, një teenager me gitarë në dorë, këndon të aty në Kej, te plazhi i vogël, edhe më ka pëlqyer shumë qysh në shikimin e parë dhe në dëgjimin e parë. E kom pas se ka talent dhe në kishte hije ajo gitarë dhe unë njoftum. Ai kishte ndi për mu, se unë kam qenë maj vjetër edhe unë i thash vazhdo kështu, thash s'ka me pas problem, thash do të ketë diçka për ti. Ishte e qartë që antarët e grupit po fitonin vetbesim dhe koordinim më të saktë mes vete. Ata nuk ishin më vetëm djelmosha që tërhiqnin vajzat si magnet. Dhe mu ma jep një tekst se reshat randë më brava, thot kape që tekst tha dhe shëndrojnë në këngë, tha se ka me dalë kënga shumë e bukur. Edhe ma jep tekstin, do të shkryem të venit. E unë kur dole aja është, thash, kjo s'është për një, thash, po e di për kë është. Unë e thash se këtë tekst këmë jelon Agim Gërgurit. Ka qenë një tekst fantastik, por nuk ishte për një, se na i në konë rokera, por na i në konë tronë. Jo shumë të vedeshëm që po i futër muzikës, grupi bën edhe debutimin e parë në emrin Fisnikët. Bendi
inqizoi 2 këngët e para. Vitin 1982, ata i gjenë në festivalin e parë të pop rock muzikës shqiptare. Kjo ishte edhe paraqitja e parë serioze para një publiku të madh me mbi 3.000 shikues. Prezantimi i tyre nuk kaloi pa u vrejtur. Këtu shpërblyen me çmimin Debutimi më i mirë. E në ndërkohë influenca e rockut po shuhej ngadalë nga muzika pop. Kjo bëri që grupi të marrë shtytje të re përmes pop rockut, deri tek balada që nisën t'i këndonin nëpër kafeteritë e qytetit. E gjitha kjo realizohej përmes stilit të veçantë, akustik. Edhe pse melodia ishte origjinale, këngët e para u kënduan me tekst të huazuar. Nuk shkoi gjatë, Agimi përveç vijës melodike filloi t'i shkruaj edhe tekstet. Teuta të druri takimit, edhe një tekst e paharuara, qëto janë 3 parat që kanë fillu, i kom komponu. Kur e kom shru në Teutën, e kom shru radio, ma kanë këthy mrapsh, ka thonë nuk bën. Ase ka thonë e kam një kusheri, një afërm teme, një cili shru është Gani Dili, edhe na, unë i kom qu tekstit, mi përmirësu të Gania. Më thonë, pra lumit vale, bile ka qenë edhe autor, më s'ga bosha, edhe e paharuara, dësane i ka shkru Gani Dili. Edhe kur i kom marrë të përmirësume, atër i kom qu në radio, i kam pranu. Eja ti përsëri, me buzët që ishe lumëturi, ditët e mbla ti kujtojnë, dashurin ton mos ta haroj. Eja ti përsëri. Në vitin 1982, bendi arrin të inqizoj edhe 2 këngë të tjera. Ditët e mbla ti kujtojnë, dashurin ton mos ta haroj. Kur kemi hyrë në radio, Prishtinë, kam një qësu këngën e parë paharruara. Aty kemi këndu vetëm njerë, aty s'ka pas këthim rapa, nuk është si sot, s'ka qenë si sot, këthesh 20 herë, 30 herë, 50 herë me një refren edhe bëhet super konga. Atëherë ke pas një shansë dhe ta s'u krya e problem. E ka qenë një sërb në atë kohë, me të vërtet një mikser shumë i mirë, po ashtu ka qenë 4 mikrofona, se cili nga një, edhe u kry mua bete. E ke po mirë se ke po u kry, me qatë. Dhe shpreseje të sime, ti e lule dashurisë, dhe shpreseje të sime. Në vitin 83, mu merdh mu Besa Sokolit edhe Vedriu në erdhë me shku shërbim ushtarak, atëherë ish Jugoslavi. Po mra me shku në Sloveni, vetëm Remi i grupit met në Prishtinë pa shku shërbim ushtarak. E kushdo që kryen të shërbimin ushtarak, rrallë pati mundësi të dëgjoj për vendlindje. Ka qenë një periudhë kur unë majsha roje nate, edhe ndëgjësha një tranzistor, e kom pas me veti, më pa që baba prej Kosovës. E ndëgjësha Prishtinën, atër Radio Prishtinën, cila ishte në valët jo FM për AM. Kush e din qajër, me sigurive që s'kam dojë me shpigu. Edhe tash ka qenë emision një Vzi Krasnisje u dheqke, keni kërkuar dëgjoni ose keni, çdo çka ka qenë emision një natës, keni kërkuar dëgjoni më doket. Isha aty ndëgju emisionin, ndërkohë po thrasin dëgjuese po thotë ky këngën fisnikëve bukuria e kanë kërku, është dashur atëri ka përmend me emra. Po ne ju më befasu kur ka fillu me përmend deri 98 emra pa ndërprej, se i njesha me gishta. Këngët e kësaj periudhe ishin të sinqerta. Po t'i lexosh titujt, me njerë kuptohet se dikush brenda grupit digjej për dashuri. Djegja parë që është bërë në këngë tonë është për shembull te Teuta, sepse në atë kohë të 2-3 ka boko gjahit. Unë kam qeni dashu një femër që ka pasur në Teuta. Edhe palë dashuriza, po, dalin këngë të bukra, dalin këngë, edhe fisnikët kanë bjetu, po më duket palë këtyne
këtyne hendrëse, këtyne ngjarjeve, për shembull që jemi dashuruar, jemi mërzit e kajt. Teuta ka qenë vajzë në po pra dashuruar atëherë. Dul konga Teuta edhe u bë shumë e popularizuar. Teuta më kujto, Teuta mos më largo. Populariteti tyre në rritje bëri që efektet e këngëve që po krijonin të bëhen masive. Shumë më tepër se sa një stil muzikor, ata po ndikonin edhe në stilin e jetës. E kam pasën një ideologji dhe vetën që kanë depërtu edhe në masë, në popull, nuk kanë qenë virtuoz, themi, se ta shëvesh gjatë data, nuk kanë qenë ata virtuoz, dhe që kam të jenë ashtë të mëdhajnë, po s'kan pas nevoj. Ata e meritojnë këtë që e kanë që tash. Vajzën tua e tua, dhe për të vuaj, quaj të huligan, dhe shkatrat, dhe sje për vajzën time, ore rrugat, Por ishte vera e vitit 1985, kur grupi po përgatitej për të incizuar këngën e re. Zotria juaj, thuhet e shkruan nga Agimi kur ishte vetëm 17 vjeç, por kënga që më vonë do të bëj hit i padiskutueshëm i grupit, u bë shkas si një nga trese mes anëtarëve. Gjithë kjo situatë nxiti largimin e vokalistit Bedri Visoka. Po largimi im ka pasu kështu, u martova shumë i ri dhe vajta në Zvicër për të ndihmu familjes, po ndërkohë mendoja edhe te grupi. Edhe thash sa të bëj pak para, do t'jep edhe instrumentet e mira të forta dhe e kishim në plan edhe ishte veç e kry me kënga Zotria juaj. Edhe mezi presja më kthi dhe me incizu. Mirë po kur u ktheva unë nga Zvicër, ajo këngë veç ishte incizu edhe aty u bë thyrja ime me grupin. Quajte të zëmurë dhe të marë, dhe ti s'kesh të pi, ore qyqar. Një ndodhi edhe me bas kitaristin e grupit, por që arsyet ishin tjera. Dhe të pas, kom shku jashtë Kosovës një vjetë, kom qenë në Libi, në atë kohë, në jëmë këty, edhe kom marrë në Amerikë. Jo që puna e Amerikës nuk ka qenë në diçka që me thonë kushtet, s'kanë qenë edhe bashkë ashtu që e kom lënë për shkak kushteve, po i ashtu haqë me provu me shku në Amerikë, se ka pas e marrë Amerikë, me provu qka ka e të meta. Por shkuarjet në këtë grup gjithmonë janë përcjell me ardhje të reja, dhe kështu ideja për një formacion të ri u bë jetike. Vjeni ditë dhe më thret për një koncert rock parad, për me ndihmu me send. Edhe e pranoj atë ofertë, shkoj, e krym koncertin, atër ishim vetëm one Agimi dhe Remi, Remzio. Në mes tuaj kam qëndruar, e jam duke përvëluar, që tua pagës dritë. Kur ka ardhur Agimi te one në klasë, në fakultet, për me ftu në atë koncert, Agimi më ka thënë që duhet me i përcjell do këngë. Edhe ka fillu me do të shkrijem të venitem, dhe thëmë Agim, këto këngë i njohë në radio, po këto këngë puna janë, dhe të përgjën të mirë. E unë e kom njohë thashë si Agimi si student edhe si shok nga studime, po jo si i grupi Fisnikët. Mire dërshimi, njëri tjetrin të njihni. Mos ishte Agimi, grupi nuk do të funksionon të ma.
Në vitin 1989, autonomia e Kosovës në ish Jugosllavi humbi fuqinë legjislative si dhe atë ekzekutive. Kjo shënoi etapën e një lloji gjenocidi në të gjitha fushat, përfshirë edhe atë kulturor. Në atë kohë po flasim për vitet 90-ta, ku kemi bashkëpunu si Valton dhe si grupi Fisnikët, ka qenë një periudhë pra e shuarjes institucioneve kryesore në Kosovë, pra Radio Kosova në atëherë ka pas një studio në të cilën gjitha inqizimet bëheshin, një studio i cila megjithatë për ka ana teknike, për ka teknologjia ka qenë mjaft mirë e furnizuar, pra ka qenë një nivel mjaft lartë, por me shuarin e radio-televizionit të Prishtinës dhe institucionet e tjera, muziktarët, edhe grupe Fisnikët, po edhe grupe tjera, janë detyruar që të realizojmë, të vazhdojmë punën e tyre në për studiot të ndryshme para se gjithashtu private, e shpesh edhe në Maqedoni, ku ende kishim një farë mundësie të komunikimit, por me një pagesë, themi, maramense. E dita ditës se bërit muzik po vështërsohej. Pavarësisht kushteve të tilla, secili gjente një rrugë për të shprehur veten përmes muzikës. Pas mbylljes së institucioneve, unë e themelova së bashku me familjen time produksionin Labja, dhe që nga viti 1991 kemi pas bashkëpunimet shumë të ndër vite, edhe ai bashkëpunim vazhdon sot edhe kësaj dite. Zotria juaj, vajzën tuaj e tua. Kënga Zotria juaj, në vitin 1992, u risoll në mendjen e secilit që e dashuroi, që nga dalja e versionit të parë vite më herët. Kjo këngë i lëshoi rrugë kompozimeve të tjera, të cilat u gërshetuan në albumin e parë, po me të njëjtin emër. Kur dritat shuhen dhe në qytet, mbretëron qetësia, kujtohesh ti. E di se ti më pret, diku e strukur, me lot në sy, e pikëlluar, mendon për mua. Të kam thënë nuk jam për ty, të përbej në këta dy sy. Ne kemi punuar në instrumentet tona, në sintetizator të parë, të vetmit të temi, kemi programu Ritm seksionin, me që tani më nuk kishim mundësi të përdorim instrumentet live si pra baterinë e mundësi tjera. Studia ka qenë në banesë, në podrum të banesës, pra shumë e kufizuar edhe për kalana teknike, posaçërisht në krahasim me ditën e sotit. Por megjithatë kemi arritë të bëjmë incizime sadokudo korrekte dhe kvalitative. Me rekomandim të Besim Gashit, kitaristit të grupit, ftohet edhe Erzem Bërveniko. E një vit më vonë, Fitim Shiholli e plotson vendin e klarinetistit. Besimin e kom njoft edhe si kojshi, shumë thjesht dhe që u ardhë një ditë në bërë, se afër shtëpiat, edhe pyetje tha, e kem një darsën, tha. Për darsën ka qenë fjala, jo, mja nis me ata me thonë, jo. Është okej. Kur është e darsën, tha, do këtë koreka që shosë të di, që së vjetë e kom bash ata që thoi për vjetorin, 23 vjetorit me ta. Thash, po mëre javi lirë, tha Besimi, tha, qështu, na kemi punu, tha, dhe për pas, dhja keni për grupin Fisnikët. Thash, prejtë me të regu, thash, jo. Tha, do të shkrijem,
thash, ato kongë për den zotëria, thash, i kum një, për tha që kjo është agimi, thash, i këna, tha poa, thash, a ndën vjen mirë. Në vitin 96 këta erdhë besimin po do jetë. Edhe po dhonë edhe lapet kë besimin me mjekër, edhe mjofke pak, bisedu me ta, tha, po na vy një klarinetis me ardhë, tha, për Ulqin, me punu në Ulqin. Në sezon. Thash, u i tregova se unë thash, kam grup, po nëse ndam me grupi, du të me met me juve. Shpesh janë komentuar për atë se si kanë depërtuar tek masa. Fisnikët janë institucion në vete, janë, dhe të thosha, legjendat të Kosovës, sa i përket muzikës që e kanë kultivu dhe që e kultivojnë, dhe mbi të gjitha është si i mbijetojnë kohës. Si janë të këndshëm për publikun, unë e di sekretin, sepse e kanë një të metë që i bënë këngë shumë të mira. Aty është sekreti, i kanë këngë të ëmbla, ju tingëllojnë shumë mirë edhe kanë shumë kujdes në përzgjedhjen e teksteve. Por pati edhe të atill që i kritikuan për përzgjedhjen e këngëve. Natyrisht se ka një herë për këtë fëmijëve që kjenë një del maj keq pak. Në më thonë pikon në këngë po mendoj. Në më thonë se ka pasë një këngë na, sa që ka dalë për kontekstit, ja da sale, jo, selvoj se li, unë e kam kënduar me lecin, Rahmetlin. Në më thonë, ka dalë pak nga si. Aje ka qenën, por pra po shte jona, se ne kemi shkru. Edhe aje ka shmu në të më shkru, selvoj se li, unë e kom shkru me dorë. Në thonë edhe nuk e mohoj atë. U du të ka një edhe me dorë me bon një për më sëmë se atër bisot të na pati kiqi, si që dash ka i talava, po atër u kon kiqi shumë ka pasë edhe shumë. E në disa raste u folë për ngjajshmërinë e melodisë me disa këngë të huaja. Ishte i huj e ishte i zi, dashuri e dashuri, ku jam unë e ku je ti, mos të dal në djeli kur, paske pas moj zemër gur, paske pas moj zemër gur. Kam këngë të mija të cilat jëmë frymzu për këngëve tjera. Njëra për ty në është kur të vjen pleqëria, që është ndikimi grek, ose
është kong grek, është e njoftën, unë e kom bërë ato ndryshimet e mia siç kanë bërë shumë kompozitor para meje. Tani është edhe konga Dada Sal që është ndikume, po jo, nuk është, mund me konë në ritmi edhe një pjesë, po jo krejt konga. Sa i përket hiteve më të mëdha të fesnikëve, shqyr nuk janë asnjëna të marrë, po janë origjinale, Zotria, Ujku Plak edhe shumë kongë, Shiu, këtë janë origjinale. Jam lodhja mërzit, jam gop me talavere, mbusha politik, vendosa me të praktis, më le të qetë, të vjen shumë më mirë, me më sjell në gisht, e ke pak vështirë. Më lejo të marrë frym, të jetoj i qetë, mos qaj para meje, dua të jem vetë, po mendon se vetëm ti ekziston. Bukuria jote nuk më fascinon. Mendin mirë ty të lexova, gjitha dëshirat ti plotësova. Shiu ran mbi qelt, për ty unë befas ndjeva mal, jetojmë të dy në një qytet, dhe rrallë shihemi sa Albumi i dytë Kur të vjen pleqëria, u inqizua në studion e Floren Boshnjakut. Situata në Kosovë po përkeqësohej, në këso rrethanash grupi më shumë ishte aktiv në Ulqin se sa në Prishtinë. Kur u ktheheshim prej mramjes, prej muzikës në ora 3, milicia, policia atërshit, kontroll rutine, nëse po flasë shqip, ku keni qenë? Na qenë filan, u do kemi të regu, a dojnë ku e kone, qka ke bo, që e në ju muzikanta. Qa muzike e bore që me bo me thonë populore, qërke, a dojnë mos, ja, këta kënujnë patriotike, a dojnë këni, jo, ka më zbavice, a keni markat, sa atër markat kanë qenë. A kena po jo shumë, a dojnë. Ne, se veç kryesisht kena pështu se edhe neve Prishtina Livis nga kanë gucka. Por tetori i vitit 1997 i shoj në një pauzë kolektive gjithçka që frymonte shqip, kjo pas rebelimit të protestave më të mëdha të dekadës të shtyra nga studentët e Universitetit të Prishtinës, të cilët kërkonin zbatimin e marrëveshjes të bërë vite më parë.
Thuhet se çdo protestë që fillonte, zhvendosej dhe përfundonte në lagjën Kodra e Trimave, aty ku frymoi për herë të parë ky band. Kam një lot pikosja, se me sheku jam shqiptar, e kur malet tim në mora, e kur malet tim në mora. Haje! Me njëherë pas luftës, 20 vite rrugtim të fisnikëve, u mblodhën në një disk që shënoi edhe albumin e tretë të këtij grupi. Është një qëtë që thrasin nane, dhe një tonë që thrasin nane. 3 vite më vonë, shumë punë e angazhim u derdhën për albumin e 4 të titulluar Live. Në këtë album u aranzhuan edhe këngët e para të grupit, por që po luheshin me anëtarët e ri. Por gjatë gjithë këtyre viteve, suksesin dhe dështimin ky grup e ka ndarë në 4 pjesë të barabarta. Përgjithësi, grupet e Kosovës prishin për pare. Ka pare, s'ka pare, këngëtari ma shumë, instrumentisti ma shumë, ma pak, anë e kënej. Në gjithmonë jena ka një zhjutë për bashkët. E këna pas të mëllë sa të shmim, se këna marrë këna do 4 vena dhe gjithmonë ajo neve nga ka mbrojt. Po dhe këna pas shësnin shumë të mirë në me vete, që nuk nga pas nga thresa, mu shtyja, apo diska, zdo sen, zdo problemi nga kom bashkë, këna pas zjedhin ta mënë që është dohet. Përfundimi i luftës solli një angazhim të ri. Festat për të qenë pjesë e mbrëmjeve të ndryshme muzikore ishin të shumta. Nga njëri skaj i Kosovës në skajin tjetër. Led nuk ishte as për bashkëshortet e mysketarve. Falenderoj Zotit që jam me një grup që më kanë kuptu dhe i kom kuptu. Edhe nëse kemi qenë në një pozit pa lakmushme për një femër që ka dalë fotografi me neve, tash gruja e tjetërit shok ka gjelozu në atë moment, gjithmonë jemi mundu njën i tjetër me arsuetu, edhe do me thonë, jo me arsuetu, po me ftofë situatën, adem se normal, gratë në atë fillim, kër imi bashku,
Kogja punojshim jo ulqin, jo atje, jo knejne, kogja adhe na janisve me na desht, kështu pak ma shumë adhe. Fjallë të nda, kemi dhënë premtime shumë, e kujtoj çdo përshpëritje që më vinin shpesh në gjuhë dhe jeta. Në gjithë historinë 37 vjeçare të Fisnikëve, nuk mund të gjesh më shumë se 2-3 klipe. Kjo për shkak se ata I gjejmë ende live. E ti pak më deshte mu, që të deshta me gjithë shpi, e ti pak më deshte mu. Përveç klipeve, vete nuk e gjetën aq shumë në për festivale, andaj dhe pjesëmarrjet në to ishin të pakta. Këtë vjarë ti mu madhe, kënjeni në të sy. Së fundmi, grupi ishte mysafir në këngën Ajo më mbyti nga Hekuran Krasniqi. Këngë kjo ndryshe nga ato që jemi mësuar të dëgjojmë nga Fisnikët. Po ti qaj halet, e po ty pysti o shoku im, a e ke pa, asht e bukur si s'ka qen, më thuj të lutem, më kalzën krejt. Fisnikët e kanë gjetë, si më thonë, një stil muzikor që shumë shpejt publikun e kanë bërë për veti. Unë në një farë mënyre besoj që pata të drejtë në projektin e parë të këngës Ajo më mbyti, me që dhe dëgjova agimin brenda këngës pa thras, dhe sigurisht nuk isha skeptik, sepse dhe fjallë para prake për miqve, kolegëve, ishin ato që është kolegial, është human, është të gjitha elementet një artistit I ka dhe pa më dyshe, pa rezerve mora në telefon agimin dhe I thash që unë kam përgatitur një këngë dhe pa dyshim zërin tënd dhe dëgjoj aty. Agimi tha që mirë, do ta dëgjojmë, shpresoj të më pëlqej, pse jo, nuk hezitoj, edhe për çudi mas 2 ditë erdhi me tekst. Gjë që zakonisht Agimi nuk bën vaki kjo, zakonisht Agimi thonë çifon në tekstet ka njerë ka 2 muaj, 3 muaj, 6 muaj, habiti kur erdhi mas 2 ditë me tekst. Edhe 3 vite, Fisnikët mbushin plot 40 vjet në skenë. Planet për festimet e këtij përvjetori janë 3 koncerte në 3 kryeqytetet shqiptare, Prishtinë, Tiranë dhe Shkup. Ledha time, a thua ishin. Tashmë kemi parë bashkimin e antarëve të gjurmëve dhe ilerve, por a do të mund ta shohim edhe një herë formacionin e vjetër të këtij bendi. A ishe bashku? Unë po. Unë edhe po dhe do t'isha edhe njerë si ai 18 vjeç. Mendoj nga sëri. Unë kom qenë 12 vjet me grupin Fisnikët. Isha këthi ndoshta vetëm për një natë me bo muzikë. Vetëm për mirë po jo me u këthi në grupë, sepse ata janë Fisnikët, unë jam Remzi Halimi, jam tjetër, unë mirë me muzikë tash vetë. Këtë presti nuk thën ret, unë s'kam fajmë së shtë vjesht. Pavarësisht dëshirës për një ribashkim të mundshëm, nëse ju e ardhmja, kësaj gjithmonë do t'i lidh një shkuar e bukur. Deri në botën tjetër, shihoni këngët e paharuara nga ta. Por atëherë do të jep bo, unë mendoj vetëm në ty, ndërsa është po bie shi.